Në këtë pemë po du shumë shkurt me falenderu, sepse e thema herët që i detyruemi publikut për betimin që kemi bë, për misionin që kemi, e unë i detyruem me i falenderu sidomos këtyne personave, sepse ka dhe shumë persona tjerë, të cilët normalisht, po janë anën tjetër të pemës, që i falenderoj se cilin, duke filluar tani nga kamermanet studio, regjia që është atje, e çdo kusht tjetër që sa do pak gisht ka në familja jonë që të jetë sot familja me madhe. Unë edhe Agnesa Demaj në 2019 e kemi nisur idenë për me realizu emisionin Familja Jonë në një portal si që është Familja Jonë, një ide e cila ka qenë veçnajer. E kemi ditë çka pëdojmë, po jo qysh pëdojmë. Ka qenë Mubarek Havolli, Liridon Batjari, Granit Mamaj dhe Gache, sepse kështu e ka nickname-in Armendi, të cilët e kanë kuptu idenë tonë, e kanë qitë në letër, e kanë projektu dhe e kanë vizualizu saktësisht qysh është portali Familja Jonë. Këta janë ata të vitit të parë, kur 2019 ka qenë entuziasti ma i madh që na po sjellim diçka ndryshe. Okej, po shkojmë me trungun. Donika Gashi edhe Shpresa Musliu kanë qenë dy prej gazetareve të para që mua dhe Agnesës na kanë kuptu, na kanë skenu çdo ide, çdo kërkesë tonë. Donika dhe Shpresa kanë pas pjesën më të vështirë, sepse unë e Agnesa kemi qenë pak të turbullta në ato që çka donim, veç e dishim që s'dojna skandale, dojna edukim, e Shpresa me Donikën e kanë përkthy shumë mirë. Ato dhe e kanë transmetu për të vazhduar punën e tyre tek Fisnik Dajakaj dhe Altina Marmëllaku. Para se me kalu të këta, deshta me shtu që nga dashëmirësia e punës, për shembull Donika ende është në grup. Donika nuk largohet asnjëherë, është pjesë e familjes çdo herë, edhe shpesh herë ja lëshon një sy, okej, mirë është, domethënë ajo atmosfera pozitive dhe energjia e mirë që e ka ndërtu Familja Jonë, hala qëndron dhe hala kjo pemë besoj që veç ka me shkutu. Dorën zemër, unë ja atriboj shumë merita Donikës edhe Shpresës. Në fakt mu Donika më ka mësua dhe me shkru. Mujna lirisht me e përmend, sepse na shkrujshim, po që shkrujshim, Donika jo kështu, ka qenë edhe një letemi redaktore, unë shfrytërosen me tregu që, po, e di, kam pasur. Donika ka qenë një prej kolegeve të mia shumë të dashura dhe në Klan Kosova, sa kemi punu bashkë, është një super gazetare, çka do që shkruan ose çka do që prek Donika gjithmonë e shkrin, si themi ne. Shëndrit Lumi, Gent Fondaj, na kanë bashkangjitë rrugës në 2020, nëse nuk gaboj. Po, 2020, më duket koha e pandemisë. Kështu profesionalisht është fjala, për të qenë pjesë e Familja Jonë. Altina me Fisnikun kanë kontribuar në të njëjtën kohë, kur ka qenë edhe Ermira, bashkë me Eriden edhe Blinin, të cilët janë në Amerikë edhe kanë një super biznes të vetën, siç kanë qenë të suksesshëm në Familja Jonë me rubrikën e tyre, janë dhe të fishuar suksesit e tyre në Amerikë atje ku jetojnë, edhe asnjëherë nuk kam dyshuar, sepse Ermira, përveç që ka qenë një arsimtare shumë e dashur me nxënësit e saj në shkollën ku punonte, ka qenë një super non edhe një super shembull i mirë i kreativitetit. Kështu që e përshëndesim nga larg Ermirën, unë shpresoj që kur t'jetë në Kosovë janë rrit tashmia, por t'i kemi prapë në studio. Për me lanë qërshin ditorte. O, për mene Ahmedin, se... O, e lanë fund e lanë Ahmedin. Në moment fundit, edhe mu më pëmë. Okej, Ahmedi është montazheri i Familja Jonë. Çdo gjë që del bukur e profesionalisht, edhe kur ne gabojmë, ai që na mbulon, që na zbukuron, është pikërisht zotëria në fjalë, Ahmed Beqiri, të cilin e kemi pjesë të ekipit dhe do ta kemi shumë gjatë. Oj, ka po qërshia, me momentali janë Albina dhe Krenarja që janë shtuar së fundmi, Albina më mati, Krenarja pak më vonë, Familja Jonë, e fundit, Sugarica, në Familja Jonë është Albulena Shabani Lazi, nutricionistja jonë e dashur, e cila përveç nutricionit jep një kontribut të pa krahasueshëm në Familja Jonë. Ju ka dhënë çikave për shkrime, ju çon receta, na tregon për pjesë shumë të rëndësishme të cilat na her pas here nuk mund t'i dim. Domethënë është bë pjesë e pandashme e ekipes tonë, një trunk i vogël, po që unë e du shumë këtë trunk, kështu që Shëndriti vazhdon me qenë gjithë në mes ato, pi fillimit, gjithmonë, gjithka. Nuk e di,
Do më thonë që është të shku familja të rrit, mesi ndoshta ka më konkret kjo. Jo, pe bëjmë një park. Pe bëjmë një park, një pem tjetër, një pem tjetër. Kjo trungu nuk shkundet letë, kështu që mirë. Unë përbësej që kjo është trungu me bazën ma të fort, mënshme sepse unë e thamë që jemi familja me e madhe në Kosovë. E vërtet.